si që pat edhe vetë, ishi dëshmitar që vazhdon të mos bëhet hapi i parë i konstruimit të institucioneve të Kosovës, të një momenti që është bukur i qartë edhe në aspektin politik, mirë po edhe në aspektin kushtetues dhe ligjor, tani më po dihet është përfaq, arsyeja pse, arsyeja është koha, ne nuk e dim se për çka po i nevojitet koha, e dim që marrëveshje politike që do të themelonte një qeveri nuk ka vullnet as një parti me bo, deklarimet janë bukur sakta të partive opozitare që nuk kanë interes me pas marrëveshje politike për qeveri, përderisa pozicionet për president janë po ashtu bukur të qarta. Edhe njerë ripërsëris, Aleanca e mbështet konstruimin jo vetëm të kuvendit, po të gjitha institucioneve duke përfshi presidentin. Aleanca është zotu si partia e parë që është e gatshme që votat në kuvend t'i ofroj për një president konsensual, tani më që është po ashtu një dakordim i gjërë politik, duke përfshi edhe vetë vendosjen. Kjo është një hap përpara. Atëre çka është problemi? Problemi qëndron që strategjia që është duke ndjekur sot lëvizja vetëvendosje ka të bëj me kohën dhe me presionin për diçka tjetër që na nuk po e dim çka. Për shkak se po të ishte interesi për ta zgjedhur presidentin, respektivisht për t'i bërë hapat për të konstituu kuvendi i Republikës Kosovës, kjo do të ndodhte për shkak se ne jemi dakorduar që ka vullnet me i konstituu kuvend pa transakcion politik, pra pa pozicione mbrana qeverisë. Mos ardha në kuvend, mos konstituimi i kuvendit, po shifet që e ka qëllimin në atë që po e shohim në një varg veprimesh brenda qeverisë. Sot qeveria është duke funksionuar me ushtrues detyrës. Për rreth 2 viteve, të gjitha ministrit, agjencitë funksionojnë me ushtrues detyrës. Ushtrues detyrës të sekretarëve të përgjithshëm, të drejtorëve të agjencive, nuk po thom krejt. Mirë për shumicën ndërmuese të rasteve janë të emnuar politik për shkak se ata emnohen me një email dhe shkarkohen me një email pa procedurë që nënshtrohet ligjit për shërbim civil. Rasti i 12 gushtit, po ashtu tregon që 18 komisione të reja janë themelu për me i kap 18 agjencione, respektivisht 17 dhe një sekretar të përgjithshëm. Pra logjika është që përmes çenit në zyrën e kryeministrit, pa mbikëqyrje të kuvendit, pa mbikëqyrje të komisioneve përkatëse, komisionit TAKI-s për çka po ndodh në aspektin e sigurisë, të komisionit legislativ me pa çka po ndodh me emnimet që po ndodhin tek sondimi i ligjit tek prokuroria dhe gjykata, pa komisionin për mbikëqyrje të financave publike, me i këshyrë të nderat një burimor. Domthonjë ky ka dëshirë që të jetë në funksion të kryeministrit dhe krejt të tjerë, duke përfshi edhe deputetëve të vendosjen të jenë dikon të kacavert në për deg, po e përshkruaj në gjuhë që kuptohet, pa funksion sakt, edhe deputetëve që janë ministra t'i lënë në një pozicion që mujnë me pas konsekvenca penale, se nuk mundesh me qenë edhe ministër dhe deputet i betuar, dhe gjitha këto i ka domthonjë për me ikë përgjegjësisë para kuvendit ku unë, apo secili deputet do t'i kërkonte përgjegjësi për jetën e ronë, për sektorët që janë jetik. E po e flas këtu, po e përmendin po e përmendin sektorin e shëndetësisë. Jam dëshmitar që gjendja në sektorin e shëndetësisë, kushtet, pagat, bornat, do të thotë sallat operative, hymjet, parkingjet, krejt janë në nivel bukur të vështirë, dhe pastaj mos shkojmë tek ekonomia që është para kollapsit, dhe politikës të jashtme që as nuk po e përmendi, që mi bo pikë zezë edhe pikë eksperimentuese për gjithë
miqtë tonë që e kanë ndihmu Kosovën. Nuk po flasë edhe për një çështje tjetër që ka të bëjë me energjinë. Ne jemi sot në verë, nuk dim për transakcionet e energjisë, i patë edhe vetë kontratat e qymyrit të cilat janë plotësisht në jo dakordonës dhe janë në vi me synime strategjike që i ka Kosova. Ju faleminderit. A do më thonë diçka më? Politikat publike janë transparente. Politikat publike dhe vendimet që merren me taksat, me parat publike, i nënshtrohen një konkurrencë të lirë. Po ta japi thjesht një logjikë. Qysh ka mundësi një shtet që i ka Kosovën A, e Kosovën B, e bloqet e veta, ku do të shfrytëzohej ai thëngjell për me prodhu energji, qatë thëngjell me shit dikon tjetër e me ble energji. A ka shpjegim ma të thjesht? Qysh ka logjik? Hajde po thëm 1 vjet, 6 vjet qeveri. Në 6 vjet qeveri, toni 24 euro, ma mirë kishte me qenë ai thëngjell të futet në funksion të prodhimit të energjisë në blloqet e Kosovës A dhe Kosovës B, e jo të shitet në Maqedoni. Çka që thjesht është, domethënë. Dhe këtu ka të bëjë me një logjikë qeverise, nuk ka veç logjikë korruptive, se kur dim, kur e shohim saktë që është korruptive, e shohim kur kem dyshime na automatikisht e adresojmë në tema tjera, institucione tjera. Por në gjim. Zotëri, pse nuk kishim takim me zotin Kurti për ta dëgjuar çndrimin e tij për 6 muaj? Pse nuk na ka thirrë për 6 pikë? Ço e gjim. Ju mund ta hapni. Na si Aleancë edhe parti tjera kemi një histori politike dhe ne i dekodojmë paraprakisht strategjit politike. Strategjia e zotit Kurti me letra dhe me takime kur s'ka qenë me zgjidh problemin. Shene që ka ndodhur para kësaj, harro për një moment këtë, shene që ka ndodhur me ato takimet që nuk nafton të neve. Pra kur s'ka qenë qëllimi për me u zgjidh çështja e zgjedhjes së presidentit. Qëllimi ka qenë me ndodh takime shkëmbim të semesave për konsum publik, me qëllim politik, me thonë që i thira. Pra këtu ka të bëjë me një koncept, qofse i lexoni botimet e librave të studiuesve të shkencave politike, një ndër konceptet kryesore në politikë opozit është ajo që quhet blame game. Kjo është një lojë kush kujt pe ale fajin. Por nuk ka të bëj këto që se me pas, do të thotë me pas vullnet, shkon pak më ndryshe letra. Thot i shkruaj akterve që janë politik, parlamentar, me mi propozu disa kritere se sil do të dukej profili në bazë të kriterit të një presidenti konsensual. Shkojnë kriteret. Pastaj, thot, a ka mundësi me ardhë, ma si krejtë për thoni, me ardhë me disa emna konsensuale. Jo me ardhë në zyra të pi kafe, për një kërkush. Edhe 2 veta kur dalin me unë, jo si i thash, jo i thash. Po do cilat janë emnat, e Kosova ka boll emna, pastaj, jo një me një, se kjo nuk është transakcion një me një. Në momentin kur marrëveshja politike mes 2 partive nuk e prodhon qeverin e rrjedhimisht qeveria me prodhu presidentin, mo kjo nuk ka marrëveshje politike. Pra kjo nuk është transakcion marrëveshje 2 palshe. Kjo është marrëveshje shumë palshe. Në momentin kur ka marrëveshje shumë palshe, atëherë instrumenti që mbron punën e mirë dhe llogaridhonin është transparenca. Përcaktohen kriteret, vendosen emrat dhe hapet në një tryezë përbashkët, diskutohet se kush mundet me qenë. Që kjo është procedura, jo vetëm libra, po është procedurë normale, e një shteti normal, e një shumice që ka fitu 53 deputet. Pra, ne kem dekodu që takimi kur s'ka qenë për me ardhë të një zgjidhje për president, po ka qenë një instrument për konsum, respektivisht për fitim politik të vëvësë, dhe ne nuk ja dhom se ne kem partit tonën. Por në bërëm. Ju nuk i shkua zonës Agjiu në takim në arsëtimin se ajo është deputete. Zona Agjiu ju sfidoj juve që të dërgoni lëndet apo vendimet
zgjedhësoni kushtetuese nëse se konsideroni të tillë. Ne nuk kem shkuar. Këtë drejtim. Dëgjom, po e ripërsëris burim edhe një herë për ju si gazetar, po edhe për qytetarët e Kosovës. Në momentin kur një output, kur një angazhim, kur një punë, që në nisje një që s'ka rezultat, pse me shku në takim? Më falë bre, pse me shku në takim? Kur e dim që nuk prodhon rezultat, a e sheni ju që ka ndodhi me diskutimet për qeveri? Një partneri politik i dha fuqi politike atë sa i dha shumë partive me të deputet. A kuptoni që këtu është loja, të shtinën loj dhe pastaj mënohet me të poshtnu në loj. Poshtnimi vjen me ofertë. Së oferta është e papranueshme. Na nuk jemi në këto lojra, na jemi shumë të qartë, të sakt në atë çka i themi. Ne i themi lëvizjes vetë vendosje kështu. I ke 7 votat e aleancës. I ke pa asnjë kusht. I kemi 6 kërkesa, të cilat janë kërkesat mirë për Kosovës, që në fakt këto kërkesa i dashur me qenë pjesë e programit politik në qeverie që ja do të mirën vendet. Veç vepron to, na vim edhe marrim pjesë në votim e vendosëm që votojmë. Ajo është vendimi individual, me të drejtën kjo votimi është edhe i msheft, po është individual. Mirë, po ne po t'i dhom, çka keme bo aleonca ma shumë. Përveç se me umunu me dekodu një strategji që tash po shihetohet, dhe në anën tjetër me shpreh përbes me shpreh një shqetësim shumë të madh për Kosova. Faleminderit. Ja. Jo, s'kam pranu. Nuk kam informacion për kur fare. A ka shpjegim më të vjetë? Që shka logjik, hajde të thëmë 1 vjet, 6 vjet, edhe deputetëve që ministrat i lënë në një pozicion që mujnë me pas konsekvenca penale, janë të kryeministrit dhe krejt të tjerë, duke përfshi edhe deputetëve vendosje në funksion të prodhimit të energjisë në blokqet e Kosovës A dhe Kosovës B. E jetë shritet